ato deputetët. Duhet jetë pranuar. Kanë deklaruar që duhet jetë pranuar edhe nga shumica tani. Nuk mund t'i përbejnë ato se çfarë ka thënë zonja Osmani gjatë fushatës. Kush ka deklaruar? Me deklarata drejt lëvizjes vendosje disa ish deputet cilët kemi pasur në këtë studion. Shembull kanë thënë që nuk e pranojnë zonja Osmani për po pra, pikërisht se nuk e pranojnë, nuk mendoj që LDK-ja mund ta shtyj përpara. E qartë. Tani ata s'mund t'i përpinë, unë them ju bëfshin mirë, se i meritojnë. E qartë, zonja Lama. Po me PDK-na, e shihni si të mundshme? Përzgjedhjen e presidentit, po, mendoj që ka mundësi edhe me ata, mundësia varet nga Zoti Kurti, A varet veç nga Zoti Kurti? Vetëm nga Zoti Kurti, sepse unë me sa kam pa unë nga deklaratat e PDK-s, për çështjen e presidentit, ata nuk hynë në qeveri, por për presidentin, që do duhet vjetër nga radhët e tyre, ata janë dakord, me sa e kam kuptuar unë. Pra, një propozim që vjen nga PDK-ja, që kuptohet që... Një propozim që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës. Nga Partia Demokratike e Kosovës, po që merr edhe miratimin e lëvizjes vendosje, nëse do bashkëpunim. Kjo është logjika normale e por me që nga partitë politike asnjëherë nuk thonë që duhet jetë për shembull nga partia jon apo nga kjo parti, zakonisht e përmendin një figurë unifikuese. Sa është unifikuese nëse vjen nga një parti politike? Shiko, jo, nuk çdo herë kemi pas president që vjen nga një subjekt